mëngjesuse në Top Albania Radio. Dgjoj, se Saksano të tha që je në majën e artistëve. Unë du me e pyet, ylli vet, çfarë mendon se e dallon nga artistët e tjerë, nga këngëtarët e tjerë? Mas pari jam shumë i sikletaft, thojnë ana kur marr si komplimente, se e di që jam i mirë, por kur ma thojnë që je në ka pak siklet, kështu që e evitoj. Nuk do ta bëjmë këtë kompliment. Nuk po mos e bëni më atë kompliment. Ne themi ç'a ndjejmë edhe ç'a duam, more. Ç'a mendon që mban më ndryshe? Më ndryshe nga artistët e tjerë. Çfarë të dallon ty nga artistët e tjerë të skenës shqiptare? Nuk e di, kam qenë gjithë ndoshta më specifik. Gjithë njerëz stinën e vjeshtës shijon të ftoftin e kanë lidh me yllin, domethënë me këngët e mia, me albumet, me sana. Nuk di me fol për veten çati çmon kuptimin e mirë. Ky të prek në tela është ideja. Domethënë, se di, ndoshta këndon, ndoshta tekstet, ndoshta ngjyra e zonit gjithë që është merit e Zotit, s'është e jam, unë veç kom di me përdor, mendoj. Se di, domethënë është ajo afërsia me babit dhe mamit. Është edhe merit edhe e prindëve të mi, po i përshëndesim. I përshëndesim prap. A ke në repertor se unë domethënë në këngë trimëri e ti kështu? Se unë nuk të njoh. Se unë nuk të njoh, po që tjetër Mora fjalë. Jo. I këngë trimërie në çfarë? Këngë kështu për patriotizmin, ke këngë në repertorin tënd ti? Jo, I performoj disa prej këngëve më të mëdha. Performozot, po ti krime. Po mia krime, jo. Jo. Kështu që është një ide mirë që. Po pse? Po pse po pyet? Se thot, nga që ndoshta thot i ke gjitha për dashurinë, për ndarjen, për puthen, për përqafimin, thot di mirë. Ja ta them unë si tremte po. E di, jo, ishte në vazhdim të pyetjes tënde. Ky ishte kompliment për mua, sepse njerëzit bëjnë ca këngë për me tregu gjoja që unë jam atë, ndërkohë nuk i shko kënga fare. Ti je atje në vibe-in tënd, se di nëse na harë ndjej edhe komë me shkujt. Fjalën ai herë këtë ndalume, se unë kam një kujtim me atë. Me atë këngë, sheshe. A ka ose a ke ti presion yll për cilë gjithmonë hite? Se ne jemi mësu, Ylli Limani lajmëron pas pak ditësh do publikohet kënga ime në orën kaq, stay tuned. Dhe me thënë, a ndjen ti një lloj presioni që kjo kënga duhet të jetë patjetër hit, se njerëzit janë mësuar me mua. Jo, njerëzit janë mësuar gjithmonë të marrin një këngë që shndrohet në sekond në hit. A është kjo një formë presioni apo vjen krejt natyrshëm i gjithë procesi? Presioni është aty, traj nëse them që nuk është, po çka ndodh është më me hub pak rrugën 2-3 ditë e para kur shkoj në studio për me kriju një projekt që ka më dal. Edhe veçanërisht të singles ta hojnë shpirtin, se do është në 2 minuta e pak sekunda ose në 3 minuta me thonë shumë gjëra, mi u pëlqy krejtve, me bo klikime, whatever. Po fate jam, edhe këtu s'po du mu bo shumë klishe, është jam i rrethum për njerëzve që gjithë ma përkujtojnë qëllimin që e kena me bo për mes muzikës. Do me thonë, prishmërit, normalisht disa prishmërit të gjithë do është me i përmbush, po sa herë hin studio për me bo një hit, e bën bërlog. Do me ka diçka që është shumë hynore, që je shumë bërlog është me fjalë e prish situatë. E prish situatë. E veç thjesht zdel. Se mendoj që kur krijon, je shumë me një frekuencë hynore shumë ngat me Zotin, me krijuesin, edhe nëse bosh i pandershëm, edhe jetu menu qysh ka me dhejës, qysh ka me reagu turma, publiko, mënët me një projekt me mshel njën në sy, me një projekt tjetër i mshel 2 dit, po dikur vresh që s'jetu e bo bash pe një venit vërtet, kështu që këngët e mija matë sukseshme, hitet e mija nëse më i me thonë. Hitet, nëse me plot gojë. Janë ato që kanë lind edhe që jonë bo njëherë me na pëlqy neve në studio. Gjithë grupit tënd, punës, skuadrës tënde. Tani kena hi në ato, do një ke pas disa këngë, dhe kena në mu që kjo më pëlqen, mu me nëj që kjo që du të me dalë. Unë me nëj që kjo edhe është këngë e mirë, edhe ju pëlqen edhe njerëzve. Ndryshe nuk kisha mri me bo që ka shumë këngë që
njerëzit i pëlqejnë. Do ju shkëpus prap se ka publicitet. Atëre, jo. atëre dëgjoj, ylli duhet të jesh më konciz në përgjigje. Po, jepi çik ti tani më shkurt. Ma shkurt Edhe noizin kështu e nda përmbledhur. Mori shumë kohë, ne i thoshim shpejt. A kupton se mund bësh një këngë 3 minuta gjys, Ai na transmetem, ai ditu o grande. Desha me thonë një gjë. Publicitet ta kursej. Ndryshe, në Top Albania Radio. Ja të kemi sërish bashk në Top Albania Radio në Ndryshe dhe është momenti për të falenderuar shtëpinë farmaceutike Flor Pharma, e cila na gjendet shumë pranë në këtë periudhë gripi, kolle, rrufe, dhimbje shpine apo gjithë virozat e sezonit me produktin më të mirë në treg që e gjeni në çdo farmaci dhe që është Damadol. Dhe kujdeset nga fëmijët sepse vjen në versionin 200 mg deri tek të rriturit 400 dhe me 600 mg për patur nevojë pastaj për recetën e mjekut. Shtëpia farmaceutike Flor Pharma. Fiksojeni dhe kur shkoni në farmaci dhe larg qoftë nëse keni këto simptoma, thjesht kërkoni Damadol dhe çdo gjë do të mbaroj për një kohë shumë të shkurtër, do të ndiheni mirë brenda 10 minutash. Kthehemi sërish me Yllin Imanin ti si je, domethënë këtë kohë je i fortë, s'ke probleme me shëndetin. Kujdesam. Ti han shëndetshëm, bën palestër. Mundona krejt me bot, tash po ishna se njëri perfekt që i kam kicanet në kontroll dhe në vi, po gjumen edhe të paktën me shku me ushtru një herë në ditë e kam domosdoshme. Vesh tash më ka bu edhe fiksem, tash nuk e di as se bëj për shëndet, as për estetik, as për më duket. Po është si rutina që ti nuk vesh bësh një patë. rutinë që më duket vetja më i vlefshëm kur e bëj, edhe tjerat më nej. Alkoolit pëlqen? Shumë pak pi edhe domethënë kanë herë thom kisha pas shaf më pëlqy kanë herë pak më shumë. Se nëse pen shembull edhe situata ku kanë është shumë njerëz, shumë kallabllak, shumë ma let hin frekuencë me publikun. Po tolerancën e kam jashtëzakonisht skandaloze. Po nuk me është një se god jam mirë. Me 2 me 3 dësh më marr edhe me barret. Do të thënë atëherë kur fillojmë ne të nxehemi ti ikër ke. Qysh më vonë, po ne nuk po bën ashtu djalë mirë edhe çoni mirë. Unë shumë momente në shtat bukura festa që kom hub me shoqënin tam se aty ne vjall përballon më shumë unë me unë domethënë. Po mirë, nuk je rasti që po spive i mërzitshëm, se ka njerëz që spin tavolinë dhe janë shumë boring, ti je me ujë e flak fare.